të zgjidhje prej të parë deri në fundit, ose prej fundit të parë se këtu nuk është numri 1, 2, 3, po jemi gjithë një. Faleminderit shumë domosdoshmërisht shtëpisë që na ke trungue, na ke bërë zgjidhje, edhe kjo është një simbolik e asaj që tu bashkuar dhe atë që pozicionojnë për bashkimin e trojave shqiptare është kështu, këtë formë. Unë nuk kam njëni, unë jam prej Sharës Drenicës, jam Alini Zinolli, aktualisht jam antari kryesisë të Organizatës Veteranëve të Luftës në Qandër, më herë kam qenë si stave Negji, kryetar i Organizatës Veteranëve të Luftës për Komunën e Pionit. Këtu po njëna shumë i lumtur, në mesin e ju, këtu është edhe simbolike që thash, sot i paskëm edhe nga Shqipëria, paskëm në gjitha teritorit tona ku banojnë shqiptar, dhe ky është ai synimi që na zbashku të ecim edhe në ato gjë. Është e mirë e madhe që Shpëtimi Drizi është kandidat për deputet në Shqipëri. Ky është ajo simbolika që e thash për bashkimin e trojave shqiptare dhe amaneti i gjithë ndërtimit dëshmorëve që kanë rënë kur kanë filluar për të shkruar shkallën nga këto troje, ata e kanë bërë betim që nuk do ta ndarin luftën deri sa të bashkohen gjithë trojet shqiptare. Pra ata po them, është amanet i atyre që Shpëtimi Drizi ka shumë një shpresë madhe që do ta shtyjë përpara këtë çështje, po kuptohet që edhe na nuk bën të ndalemi, po ta shtyjmë gjithë ata që janë kanë në luftë, në luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës, po edhe gjithë përkrasit tjerë, po edhe gjithë popullin pse jo. Ta shtyjmë këtë çështje se pa u bashkuar, pa kanë të gjithë me një shtet, është e kotë që do të shtirohen prej këtyre animezve tonë për rreth që nuk janë pak. Unë e pata vështirë shumë me folë pas Negjit dhe pas komandantit që e pata njërë para me, po me gjatë diçka u monova, në është ta më bani halal, e ju falenderoj gjithëve.